realizu këtë intervistë, që ju ftoj ta ndjekim së bashku. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 26 vjetorit të fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe, sot në Ferizaj organizuar nga fondacioni Ta kujtojmë Tony Blair, ka organizuar një aktivitet simbolik, por shumë domethënës për të përkujtuar këtë ditë. Në këtë rast do të bisedojmë me Bashkim Fazliun Migjenin, drejtuesi i këtij fondacioni. Bashkim, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, përshëndetje për shikuesit tuaj. Atëherë, sot e thash me një aktivitet simbolik, por shumë domethënës, po shënoni përkujtimin e fillimit të bombardimeve të forcave të NATO-s mbi saqet serbe. Po, është në rëndësi që këto data, sidomos kjo ditë sot me 24 mosë që mos anashkaluhet asnjëherë, ne e përmenda në emisione tjera, ne do të lëbojmë si fondacioni Ne kujtojmë Tony Blair që 24 marsit të jetë ditë zyrtare, festë zyrtare në nivel të Kosovës që të festohet nga gjitha komunat, nga gjitha institucionet, shkolla e tjera, pasi ka rëndësi të madhe mos me harru kjo datë. 24 marsit ose dita e bombardimeve të NATO-s, dita e fillimit të bombardimeve të NATO-s mbi saqet serbe, është një nga ditët më të rëndësishme në historinë e kombit tonë. Nuk kemi pas në historinë tonë asnjëherë ndihmë të tillë konkrete siç e kemi pas populli jonë me 24 mars 1999. Dhe kjo ndihmë ka emër. Është presidenti Bill Clinton, është ish-kryeministi britanik Tony Blair dhe bashkëpunëtorët e tyre të cilët i kanë shtyr edhe NATO-n edhe vende të tjera që me intervenu në aspektin humanitar, që është intervenimi më i drejtë që kanë bërë, edhe sot ne fal atë intervenimi. Kuptojmë edhe fal luftës tonë çdimtare, ne e gëzojmë lirinë edhe pavarësinë e Kosovës. Prandaj në asnjë mënyrë nuk bëhem janë shkalu këto data. E thatë se do të munduani që ta vëni në mënyrë tradicionale, por që tjetë edhe festë do të shtetërojë. Ne në Ferizaj tashmë do ta festojmë çdo vit, do ta pasërojmë edhe me aktivitete tjera, që kemi ide të ndryshme që do ta bëjmë. Një nga idetë edhe për bashkëpunëtorët tonë është ta zonë në ora 8, në ora 20 që të dhezim edhe fishek zjarën në kuptim se si ka fillu edhe tomahawkat e parë që kanë fillu në atë kohë me 24 mars ora 20 ku kanë fillu edhe bombardimet. Kjo ditë do të festë zyrtare, ne kemi ca festa ta zonë 9 maj, ku fare feti s'ka për Kosovë, është ndërsa 24 marsi krahasohet me 28 nëntorin me 17 shkurtin tonë. Prandaj nuk duhet zvetnu kjo datë, pasi nga kjo datë ka filluar çdo gjë. Nga kjo datë, nga 24 marsi 1999, është fillimi i fundit të dominimit të Serbisë në Kosovë. Është e vërtetë që kanë zgjatë ato bombardime, janë bërë sakrifica të mëdha, se kemi ditë se çfarë me ka kemi punë, me çfarë okupatori kemi punë, në një okupator kriminal, kur nuk ba me harru se po mundohem me ndru narracionin Serbia. Është vetëm një kriminal në Ballkan, është Serbia. Kur nuk ba me harru. Edhe du të mja përmend ton kur, që ata janë që kanë vënë gjithë ato luftë, ata janë që kanë bërë gjenocid, kanë bërë masakra qoftë në Kosovë, qoftë në Bosnë. Prandaj këto data janë shumë të rëndësishme edhe për rikujtim, edhe për me ditë ku je sot, edhe ku të shku nesër. Na miqësinë tonë, me njerëzit që na janë gjetë momentin më të vështirë, me popull, na miqësinë me amerikanët, me britanikët, me vendet e demokracive euroatlantike, e kemi të shenjtë, nuk ban me rreziku me asgjë, pasi ata janë që na është gjetë popullit tonë në momentet më kritike. Ku për them më kritike, ata që janë më në moshë e dinë se ajo kohë ka qenë shumë e rrezikshme që jemi kanë buzë zhdukjes në Kosovë. Ai ka qenë politika e Miloševićit edhe e Serbisë, po faleminderit shumë për meshëve tonë që s'vam ja varru kur, sidomos amerikanëve, britanikëve, presidenti Bill Clinton edhe ish-kryeministi britanik Tony Blair. Në aktivitetin tuaj po më gjenerata të ndryshme, nga më të rinjët deri tek ata që e kanë përjetuar. Një simbolik? Po, nxënësit janë, shikoni, edhe në përorimin kur e patëm, dume që shumë patëm nxënës me të shumë, pasi kjo është me rëndësi. Për neve shumë me rëndësi që brezat e tashëm, si që thatë edhe ata që nuk e kanë, ata që kanë lindë tek pas luftës,
që nuk e kanë atë lidhjen sikur ne që kemi përjetuar direkt në lëkurën tonë, secilin në mënyrën e vet. Është shumë e rëndësishme brezi tashëm me pas atë ndjenjë, atë lidhje. E më ngëzoi fakti që para se me fillu aktivitetin unë i pyeta ata nxënës. A e dini çfarë ditë është sot? Gjithë e dinin. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj duhet sensibilizim. Jo i bëj ftesave edhe profesorëve, arsimtarëve, mësuesve, ndryshëm, që në shkolla mi eduku fëmijët, mi u tregu që si kemi ardhur tek kjo liri, tek kjo pavarësi. Gjithsesi, ne nuk na ka ardhur kjo liri fal. Ne kemi pagu shtrejt, kemi pagu me gjakun e mbi 10.000 viktimave civile, mbi 3.000 dëshmorë, ne kemi mbi 1.000 fëmijë të masakruar. Kemi të zhdukur që ende nuk janë gjetë, kjo është çmimi që kemi pagu. Nuk na ka ardhur fal. Po pa ndihmën e miqve tonë, përsëris, pa ndihmën e miqve tonë Euroatlantik, kjo liri nuk e di kur kisha. Me rëndësi ka qenë që populli jon ka qenë i vendosur mos mu dorëzu dhe e ka dëshmuar që nuk do të dorëzu. Shkurtimisht, si keni përjetuar ju bombardimin e natës? Shiko, kënaqësi më e madhe në jetë se me pa një Tomahawk, me mshu Beogradit në zemër Serbisë nuk ka. Edhe unë mendoj që kështu është ndje gati çdo shqiptar atëherë. Aktivitete tjera që planifikoni? Për sa të kaq, normalisht kemi aktivitete mediale të shumta, që nga mëngjesi kemi filluar me aktivitete mediale dhe do të vazhdojmë deri në mbrëmje, ndërsa në vitin e ardhshëm besoj që do ta pasurojmë me një aktivitet shtesë, siç tash ndoshta edhe me fishek zore të shumta. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, suksese. Shumë faleminderit dhe urime edhe një herë gjithë Kosovës 24 mars.